gjatë gjithë jetës ban vepra të xhenetit, vjen kaderi, vjen caktimi, ban vepra të xhehenemit, vdes, përfundon në xhehenem. Subhanallah, dikush ka mundësi me thonë, po si mundet kështu? Kush është ky njeri? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një transmetim tjetër tha, ban ky njeri vepra të mira, fima yabdu linnas, që ato vepra ti shohin njerëzit. Subhanallah. Ban vepra të mira, mirë po, por çfarë arsye? Që ato vepra ti shohin njerëzit. Dhe njerëzit e shohin që ky falet, ky lexon Kur'an, ky ban dhikr, prezanton në xhami, në ders, në punë të mira, ky mashallah, filani musliman i mirë. Ai mashtroi njerëzit një kohë të gjatë, i mashtroi. A mund ta mashtron Allahun azza wa jall? Vjen momenti i fundit që Allahu në fund i anëzjer në shesh.